Të dashur miq, sot do të përgatisim aqma. Na duhet miell, qumësh, vaj, krip, maja buke dhe 2 vezë. Në fillim edhe mielli. Shtojmë vezët, një të gjithë. Dhe një të bardhën e vezës. Shtojmë 2 lugë të vogla krip, janë e bukës dhe sheqer. Shtojmë qumshin pak na pak dhe e përzijmë. Shtojmë vaj. Këtë brumi kaq i butë. Dhe tani e presim. I bëm në topa. Pasi kemi mbaruar të ndari brumin, e lëm pak të vi. Tani hapim të gjitha me radhë në këtë masë. Bëm njëra mbas tjetrës. I bëjmë me gjallë të gjitha me radhë në këtë mënyrë. Të vi për gjysmë ore. Pasi e kemi lënë pak të vi, e marrim dhe e punojmë. Ansore. Dhe tani e presim në këtë mënyrë. Pasi kemi mbaruar së dhënë në formën, ju lëm me të verdhën e vezë për sipër. Dhe i hedhim pak fara chia. Dhe tani e fusim në furrë për pjekje. Në furrë të parangrohur. Tani e nxjerrim nga furra. I vëm në një pjatë. Ishte përfundimi të dashur miq. Nëse ju pëlqeu, më bëni like, subscribe. Shihemi në video të radhës. Faleminderit.